Varfëria ka fshat që nuk përbihet. Në një lagje të vjetër, në skajin e një qyteti që nuk njihej për pasuri, jetonte një familje e thjeshtë, nëna Lirie dhe 2 fëmijët e saj. Arbeni, 8 vjeçar dhe motra e tij Eda, që sapo kishte mbushur 12. Shtëpia e tyre ishte e vogël, e vjetër, me mure të qara që dimrit lejonin erërat të hynin brenda, sikur ta kishin derën hapur. Nëna Lirie punonte në një fabrik për punimin e tekstilit, punë e rëndë, me orë të gjata, por e vetmja që ja siguronte ndonjë qindark. Rroga i arrinte sa për të paguar dritat e për të bler pak miell. Shpesh darka e tyre ishte vetëm një supë e hollë që mezi mbushte barkun e fëmijëve. Megjithatë, ajo kur nuk çante para tyre. Asnjëherë e dinte që varfëria është si ajo kafshata e hidhur që kur e gëlltit nuk të lë rahat. Por nëse e sheh në sy, ajo të thyen shpirtin. Kur bora kishte mbuluar çdo shteg, Arbeni u ngrit nga gjumi nga një e ftohtë që i përshkonte shpinën. U afrua te dritarja, e cila dridhej nga era, dhe e pa nënën teksa përpiqej të mbyllte me leck një çarje në mur. Ajo i buzëqeshi djalit, për syt ja tradhtuan lodhjen. "Shko fle zemër", i tha me zë të butë. "Nesër keni shkollë." Arbeni u kthye në shtrat, por nuk i zihej gjumi. E të ngjente nënën teksa hapte dollapin bosh, sikur kërkonte diçka që nuk ekzistonte. A e dinte çfarë kërkonte? Pak shpresë. Të nesërmen, Eda u kthye nga shkolla me një fletë njoftimi në dorë. Mësuesja kishte paralajmëruar se të gjitha nxënësit duhet të sillnin një libër për projektin letrar. Eda kishte librat e shkollës, por asnjë libër tjetër. "Nën, çfarë do bëjmë?" pyeti ajo me shqetësim. Nëna Lirie mori frym thellë. "Do e gjejmë një mënyrë, bia ime, mos u brengos." Ajo mblodhi pak metale të vjetër, disa shishe plastike nga fqinjet dhe doli të shiste në qendër ricikluese. Mori shumë pak para, aq pak sa nuk mjaftonin as për një libër të përdorur. E kapi një dëshpërim i thellë, u ul në një stol të ftohtë, e mbështeti kokën tek duart dhe i lëshoi lotot që aq gjatë i kishte mbajtur brenda. Varfëria ishte e rëndë, por ajo çfarë e rëndonte më shumë ishte pamundësia për të mos u aprishur ëndrat fëmijëve. Atë ditë, ndërsa po kthehej në shtëpi, ajo kaloi pranë një librarie të vogël, të ngrohtë, me dritë të artë nga brenda. Diçka e bëri të ndalej. Librat në vitrinë duken si dritare drejt botëve që ajo si kishte mundësi të vizitonte. Aty punonte një plak i mirë, që e përshëndeti me një buzëqeshje. "Po kërkon diçka?" i tha ai. "Jo, vetëm shikoja", u përgjigj ajo me zë të ulët. Plaku e vështroi për disa qaste dhe pastaj tha: "Nëse po kërkon një libër për një fëmijë, mendoj se e kam një që pret një pronare të re." Ai mori një libër të bukur me kopertinë të kaltër dhe ja zgjati. "Mund ta marrësh, falas. Ndonjëherë librat duhet të gjejnë vetë shtëpinë e tyre." Ajo e mori me duar që i dridheshin. "Zoti ju bekoft", tha me lot në sy. Kur Eda e pa librin, u hodh në përqafim të nënës. Ishte si ti ishin dhënë krah. "Do ta lexoj të tërin sonte", tha e gëzuar. Nëna e shikoi teksa lexonte me zë të ulët, e mbështjell me një batanie të vjetër. Zemra ju mbush me një ngrohtësi që nuk kishte të bënte me temperaturën e dhomës. Ishte ajo ndjenja që të jep e mira, dhe kur varfëria ka kapluar çdo cep të jetës. Ditët kaluan, por shtëpia mbeti e njëjtë, e varfër dhe e ftohtë. Mirë po brenda saj tani kishte një dritë të re, shpresën. Një fundjavë, një organizat bamirësie erdhi në lagje për të shpërndarë ndihma. Eda dhe Arbeni morën rroba të reja për shkollë, ushqime për disa javë dhe një batanie të trash. Kur pa nënën të buzëqeshte për herë të parë pas muajsh, edhe ata qeshën. Por tregimi nuk mbaron këtu. Ndërsa nata po binte, Arbeni i tha nënës: "Nën, kur të rritem, dua me punu shumë. Dua me të blej një shtëpi të re që mos të rrim ma me qarjet e murit." Ajo e përqafoi fort. "Nuk dua shtëpi të madhe e birë. Dua vetëm që ju të jeni mirë. Kjo më mjafton." E pastaj shtoi: "Varfëria është e rëndë. Është sikur një kafshat që nuk përbihet, por njeriu që nuk dorëzohet e ka përcen." Eda e dëgjoi dhe ju afrua: "Ne nuk do të dorëzohemi, nën. Kemi njëra tjetrën."
Dhe ashtu në atë shtëpi të vogël të mbledhur në një dritë të zbehtë, duke ndarë një dorë të thjesht, u ndjen një paqe e vërtet. Sepse edhe pse varfëria i ndiqte pas si një hije, dashuria e tyre ishte drita që nuk shuhej kurrë. Dhe kështu në një lagje të harruar mes vështirësive dhe mungesave, u shkrua një histori që nuk fliste për pasuri, por për forcë, një histori që tregonte se ndonjëherë më shumë se buka, shpresa është ajo që të mban gjallë.